Përshëndetje nga kuzhina e Erit. Sot kam vendosur për gatit bombica të shpejta edhe shumë të shishme. Krejt që kanë nevojiten janë 300 gram me keksa përndryshe, biskotat e bluara, 2 lugë të gjellës sheqer pluhur ose sheqer normal, 200 gram me hopla ose panna, ose nëse s'keni mundën e mjaqit 200 ml me qumsht. Në anën tjetër kokos ku i rrokullisim edhe bombicat, 4 lugë të gjellës me Nutella, 6 lugë të gjellës lejthia të bluara ose orra, 6 lugë të gjellës kokos, si dhe 100 gram me gjalp përndryshe buta që e kom shkri. Bismillah, fillojna me njerë me përgatitjen. Tek biskuotat e bluara ose keksat hedhim tash gjalpen e shkrir, pra 100 gram, shtojna 6 lugë të gjellës lejthia të bluara, 6 lugë të gjellës me kokos, 4 lugë të gjellës me Nutella. Ta shtojna edhe 200 gram me shlagzane, për ndryshe hopla, ose si që thash, mundën i mja shtu pra 200 ml në vend hoplës me qumsht. Ta shti përzina të gjithë përbërësit së bashku. I kemi përzit të gjithë përbërësit. Kështu duken masanena. Tashti bismillah i formojna edhe bombicat. Pra ja vojna formen rëmbullake. Me njëherë i rrokullisim pra në kokos ku e kom qitë në enë. Edhe i renditim në anën tjetër në një pjatë. Mundeni me rrokullis edhe në orra ose lejthia, nëse se keni qef kokosin, po ne e kam qef shumë. Edhe ju kënaqen. Përgatitjen shumë shpejt, si për veti, si kur të keni mysafir, mundeni me nda ma të vogla që shdoni, nëse keni mysafir ma shumë. Aty krejt si pas dëshires pra. Deri në fund shkojna duke i rrokullis në kokos edhe duke i nda pra bombicat. Shpejt, mirë, shishëm që të kënaqen nga shija. Edhe bombicat i kom rendit, duken kështu, bohen super shishme, për me kafe basht kënaqen. Neve na befshin mirë, e juve, po ashtu nëse i provani, faleminderit për përkrajen që ma beni, komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Erit, ju them, miru bofshim.